Përshëndetje, unë sapo hapa një video tjetër. Ora është 3. Unë sapo lash punën dhe do shkoj të marr Brajdenin te shtëpia gjyshit. Ku dalim nga puna, unë iki me makinë. Por sot vendosa që të eci, se më bën edhe mirë. Nuk e kam shumë larg shtëpinë e Vjerrës, vetëm 5 minuta, 7 minuta nga zyra. Dhe në këtë rast përfitoj të pi dhe një kafe. Pasi sot kur ngrita në mëngjes, zëri im ishte në këtë lloj gjendje, se jam ftofur. Pastaj janë edhe këto virozat e kohës, të stinës. Se di pse kjo rruga sot po më duket shumë e gjatë. Mezi po pres ta shikoj çunin. Brajden! Brajden! Ku është çuni im? Nuk e di. Si e mban telefonin. Gjesi nga një ditë tjetër, unë sot jam ngritur prap e bllokuar, pa qef, këto viroza s'po na lejnë rahat. Por sapo erdha këtu te zyra, piva kafen e mëngjesit dhe para se të filloj punën, dua të shkoj këtu afër, është një treg që ka rroba të përdorura. Është këtu në anë të detit, janë disa zonja që shesin rroba dhe duke qenë se ne gocat vetëm shopping na i heq këto lloj smundjesh, kështu që shkojmë t'i hedhim një sy, nëse do na pëlqej diçka do ta marrim sigurisht. Sa vogël, që vogël. U riktheva, por jo bosh. Këto janë gjërat e mia për sot, do unë po ja tregoj me një herë. Me blerjen e parë, është kjo bluzja për Wendin, është detaj në kopsave këtu, ansore në të dyja krahët e bluzës. Vjen pak e gjatë dhe blu e errët dhe Wendi do t'i rrit bukur, besoj. Një blerje tjetër për Wendin është kjo bluzja tjetër,
Kjo është shumë e ngrohtë, elastike. Pjesën e jakës këtu vjen si gjysmë golf dhe këtu është ka primar 12-14 vjeç mosha, po ndesh 13 vjeçe dhe besoj që do t'i vi sepse hapet goxha. Kam frikë se mos ndoshta në lavatriçe mos zvoglojt, por nuk është ai materiali i deve që hyn në ujë. Dhe vlerja e radhës është kjo bluzja. Është material shumë i ngrohtë, është oversize, nuk pushavitet, vjen nga këto materiale që janë shumë të ngrohta, të rehatshme dhe vjen e gjatë dhe mua do më ri shumë mirë, edhe ngjyra është shumë e bukur, për 1000 lekë njerëz ja vlen. Bluzja tjetër, kjo është ngjyra vishnje, e kam blerë edhe këtë për veten, është në 1000 lekë. Çmimi 1000 lekë, të gjitha blerjet e sotme unë i kam marrë me 1000 lekë, 1 euro ndryshe. Edhe kjo vjen e gjatë, streçe kjo do rinte shumë bukur. Mezi po pres që të shkoj në shtëpi t'i laj dhe t'i provoj të gjitha. Ja dhe bluzja tjetër, dhe kjo shumë e bukur, edhe si ngjyrë, të vjen me mand të shkurtra, e shkurtër, ka këtë dizenjën e këtyre kuadratave. Shumë e bukur është si bluzë, nuk është e dukshme dhe besoj do më rri mirë. Blerja tjetër është kjo triko. Trikoja do vishet me këmish dhe për punë të dukej super e bukur. Blerjet sot ishin goxha të bukura dhe shumë të lira, besoj ja vlen 100%. Bluzja radhës është kjo. Detaj kësaj bluzës është prerja që vjen te pjesa e kurrizit. Nëse nuk do më vi mua si mas, shpresoj që të më vi se më pëlqeu shumë, besoj do ta marr juaj. Blerja tjetër, këmish kabife. Si mund të rria unë pa e bler këtë këmishën? Vetëm një gjë që nuk më pëlqen është ngjyra. Nuk më pëlqen ngjyra Leila, sidomos ngjyra Leila e errët, nuk është e preferencat e mia, por kjo ka ngjyrën goxha të lehtë. Materiali siç po thoya ka dip, është prerje oversize, është goxha e gjerë dhe ka detajin e xhepave këtu dhe pullat i ka në ngjyrën e verë. Unë i kam hudh të gjitha këtu në tokë. Është kjo bluzja në ngjyra roz, vjen me këtë jakën e bardhë, materiali gomuar dhe besoj që do rri bukur. Ja dhe një xhaketë tjetër që shpresoj që të më vi, sepse më duk pak e ngushtë. Unë nuk e kam provuar asnjëra nga këto, por më duket pak e ngushtë, por shpresoj të më bëj. Kjo është një xhaketë e hollë. Nuk besoj që është më për këtë sezon. Është prerja e drejtë, është e gjatë dhe jaka vjen në këtë formë, është me xhepa, ngjyra roze lehtë, vlerja e radhës. Duke qenë se po na afrojnë festat e fundvitit, dhe kjo bluzja do ishte shumë e bukur për goxha festive dhe këto bluzët në për dyqan janë shumë goxha të shtrenjta, unë e mora vetëm për 1000 lekë dhe Wendy do ta pëlqej goxha, shpresoj që t'i vi. Blerja tjetër po për Wendy është kjo xhaketa tjetër, është materiali i këtyre është fantastik, pushavitet, pjesa e brendshme vjen në ngjyrën e bardhë. Sa prerje të bukur që ka, shpresoj që Wendy ta pëlqej dhe bukej shumë bukur me këtë. Blerja tjetër është kjo bluzja. Ngjyra është okej, dhe ngjyra e kuqe nuk është të preferuarat e mia, por detaji i pjesës këtu më pëlqeu shumë, edhe pjesa e krave dhe është goxha e bukur. Për 1000 lekë besoj se ja vlen. Blerja tjetër është kjo bluzja. Edhe kjo është
ngjyra shumë e bukur, më pëlqen shumë. Bluzja tjetër dhe blerja e fundit është kjo bluzë. Kjo është ngjyra shumë e bukur. Është materiali elastik. Detaji që diferencon këtë bluzën është pjesa fundore që ka këtë formën e shallit që lidhet dhe e gjithë bukuria është tek kjo pjesa këtu. Ja, si mund të duket. Më pëlqeu. Këto ishin blerjet e mia për sot. Shpresoj t'ju kenë pëlqyer. Unë mezi po pres të shkoj në shtëpi që t'i laj dhe t'i provoj të gjitha. Ne do shihemi te video radhës. Deri atëherë, ju përshëndes.